Një djalë ishte për një kohë shumë të gjatë, për rreth 4 vite, në të njëjtin klasë me bashkëmoshatarët e tij dhe në një moment, mbasi merrte her pas here fyrje, sharje, ofendime, përjashtime të grupit, apo ngacmime nga më të ndryshme që në dukje nuk ishin shumë vizuale, pra mund ishin letra të shkruara me fjalë fyese dhe I hidheshin, dhe mbas një 3-4 vitesh, ky djali reagon në një formë shumë agresive ndaj personit që vazhdimisht e ngacmonte dhe bullizonte dhe ofendonte. Dhe në momentin kur ky reagon, djali tjetër vritet, sepse e pengon dhe bie te banka. Dhe normalisht psoi dhe dëmtime vizuale të dukshme. Në këto momente, sulmi shkoi prapë tek djali që ishte bullizuar prej 3-4 vitesh, sepse këto traumat me të vogël nuk paraduken. Dhe këto ngjarje të heshtura nuk para lën gjak në aspektin vizual. Po ajo çfarë u duk dëmtimi I bashkëmoshatarit të tij. Dhe ky vjen në një moshë shumë të vonë, diku te 15 vjeç, dhe këto kishin ndodhur pak më herët, sepse ishte edhe përdorur substancash. Dhe kur tregon pastaj të gjithë ngjarjen, askush nuk e kishte pyetur se cila ishte arsyeja që e çoi atë në këtë sjellje.